Hoxh, për sonte e kom zgjedh pyetjet që vijnë nga Facebooku. Pikë pari, një sqarim i vogël, shkurt që ta dinë përdorësit e Facebookut tant personal Hoxh Muharrem Ismaili se nuk jetë ti aktiv, po i ke disa admina. Si mos ndodhen ai keq kuptim, jo s'po ma kthen Hoxha, jo. Se takon Facebookut, ajo është Facebook i cili është në emrin tim, dhe aty plason gjitha ligjëratat dhe aktivitetet e mia personale. Prej ditës që është fillu, është, më mirë thonë, është formu, është hapa i profil, fanpage, është hap pikërisht nga ideatorët, adminat që deri më ditën e sodit edhe mbikëqyrin atë faqe. Mu më madhon krejt dunjon sot edhe me pyet, me thonë, hajdo krejt dunjon, me një kusht me na tregu pasportin e Facebookut tim, unë nuk ja di pasportin. Sinqerisht nuk ja di. Adminat ja din pasportin, që ta bën me dje se unë asnjëherë vetë se kam hapat Facebook, që njëherët edhe kërkoj mirë kuptim dhe arsyetim nga përcjellësit e faqes tonë, të din se jo se i neglizhojmë, jo se i nënvlerësojmë ato pyetje, por në pamundësi të gjetjes së një kohë së përshtatshme, unë nuk mundem që të jem aktiv në Facebook dhe të përgjigjem pyetjeve të tyre. Pyetjet që ndoshta ndonjëherë ka ndodhur që më u përgjigj disave, jemi përgjigj pasi që adminat mi kanë dërguar pyetjet në telefon, e unë jam përgjigj dhe i kam bë copy paste, kam dërguar përsëri adminave. Përderisa adminat se kanë bën një gjë të tillë, shkako edhe angazhimeve tyre që i kanë, gjithë janë njerëz të punësuar adminat, janë biznesmen, janë njerëz intelektual të profileve të ndryshme, edhe ata nuk mundën 24 orë të jenë në shërbimin tim dhe në shërbimin e njerëzve, që lutë Zotin Allah të i shpërblen ato për këtë ide të mire të bukur, që gjithë kemi përfituar nga ajo. Dhe besoj pas këtij sqarimi shikuesit tonë do të kenë mirë kuptim në këtë drejtim, jo se i neglizhojmë. Çdo pyetje për mua është më e rëndësishme se secila që vjen, nuk e nënvlerësojmë dhe nuk e neglizhojmë asnjë pyetje. Ndoshta këto pyetje që i keni nxjerr nga profili, besoj. Ndoshta do të jenë, me thonë, pak një arsye e vogël e imja, dhe do të ma komentojnë në atë kuptimin e të madhit, kur ai vogli arsyetot për gabimin që e ka bë, vetë pranimi i gabimit gjysma i falet. Unë e pranoj gabimin, besoj që gjysmën e gabimit do të ma falen prej fillimit, e na do të mundohemi, nëse na jepet shansa në të ardhmen, kështu ka dal pjesë që të përgjigjemi gjithë pyetjeve. Që të përgjigjemi gjithë pyetjeve, edhe pse sa kam dëgjuar, nuk prej juve dhe prej adminave tjerë, kanë treguar që ka shumë pyetje. Shumë ka, po. Shumë. Inshallah, Zoti na fal gjithëve për çdo mangësi dhe për çdo neglizhencë me dije apo pa vetdije. Amen.